kur një prokuror në emër të ligjit ka vendosur të thrasë para ligjit në hetuesi, ta pezulloj zëvendës kryeministrën mbi bazën e 1000 fakteve, mbi bazën e vjedhjeve të pafundme, për të përgjigjur para ligjit. Por me qenë se aty ku është emri Belinda, si që keni marrë vesh ju, aty është emri Edi Rama, me qenë se në çdo rresht ku ajo akuzohet është Edi Rama mrapa saj, tani çdo gjë duhet përfundohet tek këmbët e saj, tek këpucët e saj. Kishte skenë më të pashembull, kur dili njëri mas tjetri përfaqësuesi i presidentit, i kryeministrit, i parlamentit, e çfarë thoshin? Përballë ligjit, përballë kushtetutës, përballë kodeve, zero. Përveç se moralin e hajdutit. Përveç se moralin e hajdutit. Po çfarë hajduti? Hajduti që ka vjedhur miliarda, Edi Rama, se aty është Edi Rama. Pse u nala në këtë shembull? Jo, është shumë e rëndësishme që ju ta kuptoni. Se pandarjet pushtetetve nuk ka kurrë asnjë sistem tjetër përveç diktaturë. Miq, prokuror, gjykatës bëjnë gabime, kanë tendenca politike, janë politik, kur sulmojnë si politik, duhet ja u kthesh, kjo ndodh këtu, ama nuk ndodh vetëm këtu. Kjo ndodh në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Po, edhe aty ka ndodhur. Edhe aty prokurori trillonte për kandidatin për president në mënyrën më monstruoze. Por asnjëherë ai nuk bëri ndysh fjalën e tij. U paraqit sa herë kërkuar. Se ky është rregulli. Rregulli është që do t'i qëndrosh ligjit, do zbatosh ligjin, se ti je për shtetin ligjor, je për kushtetutën, sepse kushtetuta është shtyllë kryesore e garancisë demokracisë, lirive të qytetarëve, kurse këta rrjeshtoheshin në një mënyrë të paimagjinueshme, njëri pas tjetri, për të mbrojtë kë, për të mbrojtë një hajdute e cila ju them ju, në mënyrë absolute në çdo tender, ka firmën dhe dorën e saj të zezë, që shkon jo në 100 milion, por në miliarda euro për vete dhe Edi Ramën. Pra,